Mësimdhënësja e lëndës së artit figurativ Florentin Krasniqi Mazreku ka ndruar jetë. Lajmin për vdekjen e saj e ka bërë të ditur shkolla ku ajo ka punuar, shkolla Ibrahim Mazreku në Malishev. Me dhimbje të thellë njoftojmë se është ndarë nga jeta mësimdhënësja e lëndës së artit figurativ Florentin Krasniqi Mazreku. Largimi i saj i parakohshëm është një humbje e madhe për familjen, kolegët dhe nxënësit, të cilët do ta kujtojnë gjithmonë për përkushtimin, profesionalizmin dhe dashurinë e saj ndaj edukimit, thuhet në njoftim. Në shenjë respekti dhe zije, shkolla Ibrahim Mazreku do të pezullojë mësimin më 1 prill 2025. Po ashtu shkolla organizoi një mbledhje komemorative, e cila u mbajt në Shtëpinë e Kulturës Tahir Sinani. Në këtë mbledhje u kujtua me nderim dhe respekt jeta dhe kontributi i saj i çmuar në arsim. Varrimi i së ndjerës u bë në ora 15 në varrezat e Malishevës. Në këto momente të vështira u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve, kolegëve dhe të gjithë atyre që patën fatin ta njohin dhe të punojnë me të. Kujtimi dhe kontributi i saj do të mbetet i paharruar, thuhet në njoftimin e shkollës.